Orta, nëse më jep edhe 1 minutë kohë. Po. Ne dim se bashkëluftari jonë, Sali Mustafa, është dënuar me dënim kapital 26 vjetë burg. Dhe të gjithë Kosova din se kjo është një dënim drakonik që nuk është dashur të dënohet. Nuk po du me elaboru këtu ka faj apo s'ka faj. Por po du më thonë se derisa shoku jonë, Sali Mustafa, dënohet me 26 vjetë burg për një vrasje apo një vrasje e gjysmë. Kriminali i luftës sërb nga po e njëjta gjykat dënohet me 11 dhe 13 vjetë burg. Kriminali cili ka ekzekutuar me qindra civil të pafajshëm në Drenicë dhe gra e fëmi e pleq, a i dënohet me 13 vjetë, ndërsa bashkëluftari ynë dënohet me 26 vjetë burg.